Gërvishja e makinës gati përfundoi në vrasjen e 2 të rinjve, arrestohet pas 4 vitesh 26 vjeçari në Tiranë. Besart Pashkaj ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pas ishte në kërkim prej 4 vitesh i akuzuar për një plagosje të dyfisht. 26 vjeçari akuzohet për vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe përdorimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë numër 1 ekzekutuan urdhrin e prokurorit për ndalimin e shtetasit në kërkim BP 26 vjeç, për të cilin gjykata ka caktuar masën e sigurisë për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe përdorimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, njoftoi sot policia. Pashka ishte shpallur në kërkim për plagosjen e dyfisht në korrik të vitit 2021. Bëhet fjala për ngjarjen e ndodhur pranë qytetit Studenti, ku pasi një konflikti të çastit në rrugën Todi Shkurti, disa të rinj u përplasën fizikisht dhe më pas sheri agravoi deri në përdorimin e armëve. Në këtë ngjarje, 26 vjeçari bashkë me 2 të tjerë, Aldo Gjini dhe Njazi Kulla, lanë të plagosur Altin Gjokon dhe Jetmir Marashin. Shkak dyshohet se u bë një prekje mes makinash që ata drejtonin. Asokoj, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 mjete, një prej të cilave ishte Audi në përdorim nga autori ngjarjes.